në Prishtinë? Po, ashtu si e tha aty përgjithsisht rezolutat e Kuvendit të Kosovës, apo ndoshta për shkak se një lloj mos respektimi të vetvetes nga partitë politike, sepse gjitha që janë parlamentare përfaqësohen aty nuk kanë prodhuar efekte të mirëfillta rezolutat e Kuvendit të Kosovës dhe zakonisht kanë mbetur në sirtare, në arkiva, në kujtime dhe për referencë. Kush për studim ose për një rast tjetër politik, për të pasë se çfarë ka ndodhur. Përndryshe mendoj se rezoluta me drejt LDK-ja kërkoi që të amandamentohet e prek rezolut para miratimit saj për të pasë apo për të siguruar drejtën për zbardhjen e vrasjeve politike, duke respektuar familjet e viktimave, gjithnjë në kuadër të brenda të kornizës ligjore mbi të cilën është ndërtuar gjykata speciale, domethënë me afatin deri në fundin e vitit 2000, duke i përfshirë domethënë mundësisht zbardhjen atyre vrasjeve dhe të cilat në një mënyrë edhe janë përmendur, jo në një mënyrë, por janë përmendur si rastet e shkeljeve të drejtave të njerëzit, si rastet të dhunës politike dhe që deri diku edhe kanë zbardhur një pjesë të akuzave sepse ka pasur domethënë dhunë politike, e cila fatkeqësisht ka eskaluar. Është i takon gjykatës të përcaktoj aktorët e kryerjes së atyre krimeve. Domethënë jo më domosdoshmërisht nuk e aludojmë se të akuzuarit janë të përfshirë në ato krime. Dhe qëndrimi i Vjosa Osmanit mendoj se ishte në kundërshtim me vetë politikat e saj, që i ka proklamuar deri më tash, ajo ka treguar në vazhdimsi një afinitet ndaj këtyre familjeve të viktimave si familje Samet Krasniqit, Qemal Mustafës, Enver Malokut, familjes Dajakoj, Meri e të tjerave, domethënë, dhe me cilat familja dhe ka ndërtuar dhe raporte politike. Dhe në sajt të cilave ka përfituar pojena politik, dhe bile edhe në zgjedhjet e fundit unë kam pa në vazhdimsi që këto familje janë deklaruar një pjesë të tyre në përkrahje të Vjosa Osmanit, përkatësisht të listës guxot, duke aluduar se janë një lloj ekipi përbashkët. Domethënë që në një farë mënyrë sipas besimit të tyre, Vjosa Osmani është pjesë në farë mënyrë e listës guxot, e cila është krijuar fal lëvizjes politike të vetë Vjosës me daljen nga LDK-ja. Dhe ju shihni gabim daljen e saj, bashkimin e saj me Marshin? Jo, nuk e shoh në kuptimin patjetër që është gabim, por e shoh domethënë në kontekst të mos kërkimit të përgjegjësisë, tash në raport edhe me vetë kërkesën e LDK-s, grupit parlamentar të LDK-s, që të përfshijë, domethënë edhe çështja e zbardhjes së vrasjeve politike. Domethënë qoftë brenda këtij mandati që ndoshta po mund të jetë edhe përfundimtari i gjykatës speciale, sepse nuk po shihet se ka ndonjë aktivitet tjetër që mund të pritet të ketë arrestime të tjera, edhe domethënë të ketë një premis apo një shpresë të krijohet për ato familje që një ditë ta gëzojnë drejtësinë, zbardhjen e fatit të viktimave të tyre, më dashurve të tyre, babë, vëlla e tjera. Mirë, me lejen e juaj edhe një pyetje për Morinën, gjatë tërë kohës gjatë këtij procesi sa zhvilluar në Hag, LDK-ja ka qëndruar goxha e heshtur në këtë proces, ndërkohë kemi parë një kacafytje të vazhdueshme ndërmjet aktorëve të PDK-s dhe akuzave që kanë drejtuar në drejtim të vetëvendosjes dhe kurtit lidhur me dhomat e specializuara, duke akuzuar pse nuk i zhbën, pse nuk ka bërë mjaftueshëm për të mos për t'u dalë në krah të akuzuarve. LDK-ja ka qëndruar e heshtur dhe sikur ishte harruar, le të themi, ai konflikti i shumë viteve më parë ndërmjet LDK-s dhe PDK-s me akuza të natyrës së njëjtë. Ndërkohë në fare në fund, pra në ditën e rezolutës shohim që LDK e bën një kërkesë të tillë, nga disa u konsiderua si një lloj goditje në momentin e fundit. Nuk mendoj sepse e thaut edhe ju edhe besoj është opinioni i përgjithshëm, nuk pritet që të ketë ndonjë vendim efektiv kjo rezolut në vendimin e gjykatës speciale që do të merret në lidhje me 4 të akuzuarit. Sa i përket qëndrimit LDK-s, LDK ka qenë konsistent në raport me gjykatën speciale, diçka tjetër në deklaratat ose mos deklarimit. Mungesa deklarimit. LDK-ja ka votuar gjykatën speciale
me cila kryesisht është formu me merit të Hashim Thaqit, për shkak se di se ka pas rezervat më dhaja dhe rezistencë të madhe nga vetë PDK-ja për ta formu gjykatën speciale. Dihet pse dhe si është formu gjykata speciale, sepse u konsideru si një raporti më i mirë i mundshëm krijimi i gjykatës speciale për të parandalu krijimin e gjykatës speciale nga një institucion tjetër ose nga OKB-ja. Dhe megjithatë është menduar që më mirë të jetë një institucion i dalë nga Kushtetuta e Kosovës dhe qëndrimi i vetëvendosjes është gjithmonë dikotomik, jo i mbështetur parimisht. Dihet përveç në rastin që ka qenë partnere me LDK-n për mos shfuqizimin e gjykatës speciale, nëse kujtohet kur atëherë ishte iniciativa Hashim Thaqit edhe EAK-s për ta... Por ju rikujtova që në mas të madhe kacafytit kanë qenë mes PDK-s dhe vetëvendosjes gjatë tërë këtyre viteve, derisa ata po gjykohen atje. Për këta desha të është kryesisht kacafytje retorike e vetëvendosjes. Nuk është kryesisht parimore, qëndrimet kryesisht i ka kriju për me mujt me nxit elektoratin, me fitu vota, për mirë besim tek votuesit, por nuk ka qenë konsistent asnjëherë në qëndrimet e vetë. Në disa raste, sigurisht se po, jo për gjitha, po për qëndrimet kryesore vitale ka tregu se nuk është. Deshet që është diçka, Kojnov, si parësit deshet të them, propozimi i Lidhjes Demokratike dhe që të futet edhe një pikë në randitis, në brenda rezolutës ishte i pa kuptim totalisht, sepse si që thatë edhe ju ka një heshtje të vazhdueshme të asë sa vjetë, për këto raste pastaj kërkesa që të futën vrasje deri në vitin 2000, vetë gjykata speciale parashedhe deri në fund vitit 2000 zbardhen në vrasjeve. Rasteve që ka ndodhur deri në vitin 2000. Secili është interesuar dhe unë besoj që secili rast duhet të zbardhet deri në fund, sepse ja ka borxh shteti i Kosovës secili qytetar që t'ja krijoj lehtësinë në jetë, sepse ata që kanë humbur njerëz nuk e kanë fare të lehtë. Por mendoj që rezoluta kishte të bënte me sjelljen e drejtësisë, jo me pafajësimin e dikujt për X gjë. Tani, nëse gjykata speciale nuk ka arritë të gjejë mjaftueshëm argumente, nuk ishte momenti që të krijohet një polarizim i panevojshëm. Dhe mendoj që do duhej në të gjithë bashkë deputetët dhe adeptët e Lidhjes Demokratike të Kosovës të bashkoheshin votimin të rezolutës, sepse ishte në interesin e vendit. Mirë, është për të thonë se pavarësisht rezoluta është miratur, nëse ai do të ketë efekt dhe pa votat e LDK-s do të ketë efekt. Nëse mendoj se do të ketë. Po ja japim fjalën edhe po. Unë mendoj se edhe rezoluta që ndërmori këtë hap Kuvendi i Kosovës, edhe rezoluta në Shqipëri ishin akte shumë të vënuara. Nuk ka filluar gjykim sot. Ka 4-5 vjetë që ka filluar. Ke pas hapësirë kohore të mjaftueshme me ndërtu rezoluta të gjitha formave, sepse unë nuk besoj që ka akter politik